Dhe kjo aleancë është duke sabotuar, le të themi, në një farë mënyre këtë strategji të tij. Po. Tashmë dhe me administratën e re amerikane, zoti Çanak, dhe gjithë lëvizjet që ka bërë presidenti amerikan Donald Trump, si e shihni qasjen e Serbisë në rajon, animin e saj, pra nga Rusia apo drejt perëndimit, do të ketë një lëvizje të këtij qëndrimi, të këtij orientimi serb? Nacionalistët serb janë shumë të lumtur të dëgjojnë që zoti Trump u zgjodh dhe u bë presidenti i SHR-ve, sepse menduan që kjo do të ishte një mbështetje e madhe për agjendën e tyre nacionaliste të një Serbie më të madhe, por sigurisht që asnjëra prej këtyre nuk ndodhi dhe administrata e zotit Trump është shumë jo konsekuente, si mund të shihni. Ai po shkarkon shumë zyrtar dhe shumë nënpunës në sektorin publik dhe vetëm për brenda disa ditëve ata janë rimarrë përsëri në punë. Dhe gjithë kjo pashëndrueshmëri që ne po dëshmojmë është e tillë edhe në qasjen ndaj Ballkanit. Kjo administratë e SHR-ve në fakt po sjell shumë më pak nga pritshmëritë që ishin krijuar në Serbi. Dhe nëse interesa ekonomike private të familjeve të pasura në Beograd nuk kanë një ndikim në gjithë të histori, besoj se politika e Shteteve të Bashkuara do të mbetet e njëjtë kryesisht. Një deklaratë e djalit të presidentit Trump në Beograd shkaktoi jo pak reagime edhe në Kosovë. Si është parë kjo nga politika e Beogradit? Nëse ju kujtohet deklarata e tij pak kohë më parë. Mos harroni që në këtë moment njerëzit në Beograd janë të fokusuar në problemet e brendshme dhe demonstratat që kanë kapluar vendin. Dhe këto deklarata nuk janë kuptuar aq gjerësisht nëse janë diçka pozitive apo negative. Kjo për shkak sepse ky zotëri është shumë i zgjuar dhe shumë i arsimuar, por nuk ka një uri të mjaftueshme për situatën në Serbi dhe në rajonin tonë në përgjithësi, dhe besoj se deklarata e tij u mor dhe u kuptua si një deklaratë shumë jo kompetente. Ishte pa qëllimshme, thjesht një lapsus historik në këndvështrimin tuaj? I cannot judge about that, but nuk mund ta gjykoj këtë gjë, por nuk është diçka që duhet marrë seriozisht sepse ishte një deklaratë e paaftë. E qartë. Mirë, unë ju falenderoj shumë zoti Çanak që ishit në A2CNN për të zhvilluar këtë bisedë së bashku. Faleminderit për kohën tuaj. Thank you for inviting.